se kemi një ditë shumë të rëndësishme në fushën e karrierës, në fushën e biznesit. Gjëra që do të ndikohen do të jetë gjithëpërfshirëse. Punë, biseda, ekonomi, stabilizime, ndryshime, e ndryshimet madje të mëdha. Kjo që do të diktoj në fushën e karrierës do bëni të disa takime jo të rastësishme, por ka një vlerë të veçantë. Data 18 të ditës së mërkurë, ku shumë gjëra lidhen me punën tuaj aktuale, shumë gjëra ndryshojnë në këtë drejtim, dhe është një mundësi shumë e mirë paraditja, sepse ndikimi i Mërkurit me Marsin, një trekëndësh që bën në orën 9:11, që është një harë kohor mjaft pozitiv, është një moment shumë i mirë sepse ju zgjon nga problematikat që keni pasur dhe ju mban në koherent me atë çka ndodh. Do kemi një debat të vogël në fushën e punës, po ky debati nuk është se ju prish punë, por ju ndreh punë. Sepse është koha e rishikimeve të kontratave. Është koha e bisedimeve të rëndësishme. Dhe ata që kanë përveç shenjat e zjarrit, që kanë përfitime kolosale në këtë ditë dhe shenjat e ujit, por ose ata që kanë ascendente në këto shenja, siç është Dashi, siç është Luani, siç janë shigjetarët. Shenjat e ujit do të thotë gaforja, do të thotë akrepi dhe do të thotë ndikimi i madh që do të keni në lidhje me çështjet e mëdha dhe peshqit, kanë të bëjnë me anën ekonomike, kanë të bëjnë me studime që do të keni për ata që janë me provime për shembull, ata që kanë të bëjnë me jashtë, ata që kanë me udhëtime. E të gjitha këto përbëjnë ato që do të thotë vazhdimsi dhe seriozitet. Këto bën kjo ditë datës 18, ku është një ditë mjaft e mirë dhe shumë pozitive në vazhdimsi.